Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas disa vitesh bashk, Rudina Hajdari ndahet nga partneri. Dalin detajet. Në politik, por jo vetëm, ajo shquhet për natyrën e drejt për drejt që ka. E kemi fjalën për Rudina Hajdarin që ndonë se disime e distancuar nga politika, gjithnjë është në ndjekje të zhvillimeve të ngjarjeve në vendin tonë. Si një personazh shumë i dashur edhe larg fokusit politik, jeta e saj private ka qenë shpeshherë në fokus të mediave, pasi edhe vetë ajo është treguar transparente teksa ka folur për këtë pjesë. Ishte vera e shkuar kur u zbulua edhe lidhja e re e ish deputetes me Tan Kazazin, një regjisor i njohur në vendin tonë. Ka qenë vetë Rudina që në rrjetet sociale ka publikuar foto me partnerin e saj të ri. E ulur në preherin e tij dhe të dy shumë të qeshur, Rudina shkruan: e bekuar. Lidhja e re duke e konsoliduar, aq sa çifti filloi të publikojë foto në rrjetet sociale. Përgjatë gjithë vitit, çifti u shfaq shumë shpesh së bashku duke e bërë këtë lidhje familjare. Rudina shfaqej pranë nënës së Tanit, sa kaq regjizori ishte me të në SBA, ku edhe festonin së bashku festat. Por pas gati një viti lidhjeje, duket se diçka ka ndodhur mes kësaj dysheje simpatike. Nëse i hedhim një syr jetëve sociale, Tani dhe Rudina nuk ndiqen më me njëri tjetrin. Nga ana tjetër, në profilet e tyre janë shtukur të gjitha pozat që kishin së bashku, duke na bërë të mendojmë se kjo lidhje po përballet me një krizë në këto momente. Në profilin e ish deputetes, postimet e reja janë përgjithsisht nga udhëtimet e ndryshme që ajo ka bërë, por dukshëm në to mungon Tani. Nga ana tjetër, regjizori, postimet e tij ka më të pakta, ku e vetmja shenjë e Rudinës është një foto e bërë mes miq dhe të afërmit të tyre në vitin e shkuar. Vetë protagonistët e kësaj historie deri më tani nuk kanë preferuar që të flasin publikisht për romancën e tyre, prandaj edhe duket disi e vështirë që të flasin rreth mundësisë së krizës që po kalojnë, pas gati një viti lidhjeje. Kujtojmë se Rudina Hajdari dha fund martesës me Mucion Demirajn pak vite më parë, me të cilin ishte njohur në New York në moshë fare të re, më pas aty kanë organizuar edhe dasmën.